Vetëm një lugë vaj ulliri i jep lam të mirë çdo problemi. Ja sekreti si ta përdorni. Vaj ullirit përmban fenole sterile, acide yndyrore si acidi linolik, palmitik, oleik, vitamina E që kanë në veti të fuqishme antioksiduese. Vaj ullirit është gjithashtu i pasur me yndyrna të shëndetshme që të rriten lehtë të krahasuar me llojet e tjera të yndyrnave. Në këtë video sipas Healthline, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i vajit të ullirit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vaji i ullirit është i mirë për parandalimin e problemeve të tretjes. Vaji i ullirit mund të stimulojë prodhimin e enzimave të lipazës pankreatike, që mund të ndihmojë në përmirësimin e sistemit të tretës. Për fryrjen, spazmat e stomakut dhe zorrën e irrituar, mund të pini një lugë çaji vaj ulliri gjysmore përpara çdo vakti. Vaji i ullirit ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit të lartë. Aktiviteti antioksidues i vajit të ullirit ndihmon në reduktimin e niveleve të larta të kolesterolit. Ulëntimet kanë treguar se vendet që konsumojnë vaj ulliri në mënyrë të rregullt kanë një përqindje më të ulët të personave që vuajnë gjithashtu nga problemet e shëndetit të zemrës. Vaji i ullirit është i mirë në luftën kundër artritit dhe inflamacionit. Nëse vuani nga artriti, ngrënia e ushqimeve që ndihmon në uljen e inflamacionit në mënyrë natyrale është një mënyrë efikase për të lehtësuar kështu simptomat dhe dhimbjet. Vaji i ullirit mund të ndihmojë në lehtësimin e këtyre simptomave falë përmbajtjes së tij të acidit oleik dhe acidit oleokantal antioksidues, të cilat do të luajë një rol fantastik në reduktimin e komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së organizmit. Vaji i ullirit është një produkt fantastik edhe për ata persona që kanë rënje të flokut. Një trajtim i flokut me masazhimin e vajit të ullirit që nga rënja mund të ndihmojë në rigjenerimin e tij. Mbani flokët tuaj më të shëndetshëm duke masazhuar skalpin e kokës me vajin e ullirit. Një element ky është shumë i rëndësishëm për rigjenerimin e flokut dhe gjithashtu parandalimin e rënjes së tij. 2 ose 3 herë në javë mund ta përdorni atë për të masazhuar flokët dhe për të parandaluar kështu edhe komplikacionet e tij. Përdorimet të tilla të vajit të ullirit mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese, jo vetëm në shëndetin e lëkurës, por edhe në organizmin tuaj. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte të kozmetikës. Redukton skuqjen, entjen dhe ngadalëson gjithashtu edhe shfaqjen e mundshme të rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral, që mund t'i japë përfitime të larmishme në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Vaji i ullirit do të ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare, e cila është e pasur me vajin e ullirit, ka efekte pozitive në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provuan se konsumi i një lugë vaji ullirit mund të ndihmojë në reduktimin e kilogramëve të tepërt. Vaji i ullirit është një ndihmë shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit do të heqë gjithashtu edhe grumbullimin brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit të cilët pinë rregullisht vajin e ullirit kanë gjithashtu një memorie më të mirë se ata persona që mbajnë një dietë me yndyrna të ulta. Përfshirja e vajit të ullirit në regjimin tuaj ditor mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që vajin e ullirit ta keni pjesë prezente të dietave tuaja, edhe në betejën kundër inflamacioneve të lëkurës. Pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri dhe acide të yndyrshme omega 3 zvogëlon inflamacionin dhe nga ana tjetër parandalon ose shëron gjendje të ndryshme të lëkurës të shkaktuara këto kryesisht edhe nga inflamacionet. Vaji i ullirit është një ndihmë shumë e mirë shëndetësore edhe për zorrët. Disa lloje të bakterieve të cilat jetojnë në zorrët tuaja mund të shkaktojnë gjithashtu edhe ulçra. Vaji i ullirit është provuar se lufton bakteriet dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve.
Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të ndihmojë kundër këtyre shqetësimeve të organizmit dhe të përmirësojë ndjeshëm shëndetin tuaj. Ekspertët thonë se përdorimi i rregullt i vajit të ullirit në regjimin tuaj ditor mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit. Ndaj për sa kohë e përdorni atë me kujdes, përgatituni të merrni përfitimet e duhura në dobi të shëndetit dhe të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Vaji i ullirit është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit. Ai është pa diskutim mbreti i tryezës dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Ai përmban gjithashtu fenole sterile me acide yndyrore si acidi linolik dhe palmitik, që e bëjnë atë një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese në dobi të shëndetit. Zbulonim në këtë video përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i vajit të ullirit. Në qoftë se vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies, ose keni gjithashtu probleme me konstipacionin, duhet të provoni këtë truk me përdorimin e vajit të ullirit, ose të pini një lugje dhe vaj ulliri me stomakun bosh. Acidet yndyrore që gjenden te vaji i ullirit mund të ndihmojnë gjithashtu edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe parandalimin e dëmtimit të qelizave të organizmit. Ndaj sigurohuni që të keni një përzgjedhje të mirë ushqyese për dietën tuaj ditore me përdorimin e rregullt të vajit të ullirit, që do të luajë një rol fantastik edhe në këtë aspekt, duke përmirësuar funksionet e imunitetit. Vaji i ullirit ushqen fytyrën e thatë, trajton akne dhe gjithashtu edhe rënien e flokut. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj dhe në rutinën e bukurisë në përkujdesjen e lëkurës mund ta bëjë atë më të shëndetshme dhe plot jetë. Mjafton një masazhim i thjeshtë me pak vaj ulliri kombinuar gjithashtu me të verdhën e vezës, pure karote ose edhe me vaj kokosi. Do të keni gjithashtu një përmirësim më të mirë të lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Ndaj, përdorime të tilla të vajit të ullirit do të jenë një zgjedhje shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj. Vaji i ullirit është i mirë edhe për shëndetin tuaj të mëlçisë. Mëlçia është ndër organet më të rëndësishme të sistemit tretës, të cilët kryejnë disa funksione, metabolizojnë dhe eliminojnë ushqimet të dëmshme, përpunojnë gjithashtu edhe minerale dhe vitaminat që merrni. Gjithashtu disa nga funksionet kryesore të mëlçisë janë: metabolizon lëndët ushqimore si yndyrnat, proteinat, karbohidratet, vitaminat, krypat minerale e të tjera. Prodhon substanca që përthithin gjithashtu vitaminën K, ndihmon edhe në përthithjen e vitaminës A dhe të beta-karoten. Gjithashtu funksionon si një detoksifikues shumë i rëndësishëm në largimin e toksinave nga organizmi dhe parandalimi i shëndetit të dobët. Vaji i ullirit i konsumuar në mëngjes mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për personat që kanë probleme me mëlçinë. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi në regjimin tuaj ushqimor, për sa kohë ai konsumohet brenda normës lejuar dhe në standarde të duhura. Përgatituni të merrni përfitimet e tij dhe të parandaloni gjithashtu një sër efektesh negative të shëndetit. Vaji i ullirit mund të ndihmojë gjithashtu edhe në luftën kundër depresionit. Nëse jeni në depresion, një lugje dhe vaj ulliri në ditë mund t'ju ndihmojë në këtë rast. Truri juaj është 60% yndyrë dhe përbëhet pjesërisht nga acide yndyrore të pangopura omega-3 dhe omega-6. Yndyrnat omega kontrollojnë gjithashtu zhvillimet e trurit dhe funksione normale të trurit dhe shoqërohet gjithashtu edhe me çrregullimet e humorit. Një studim i vitit 2018 nga Franca botuar në 40 Years in Psychology shqyrtoi rolin e acideve yndyrore të pangopura dhe efektet e tij në pikëllimin e trurit, siç janë ankthi dhe depresioni. Studiuesit zbuluan se nivelet të ulta të acideve yndyrore omega-3 kishin efekte negative në sjellje me lidhjen me gjendjen shpirtërore dhe yndyrnat e sugjeruara, të cilat luajnë një rol pozitiv në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurohuni ta përdorni vajin e ullirit në dietat tuaja ditore. Në këtë mënyrë do të merrni anën e tij pozitive në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Vaji i ullirit i përdorur me kujdes dhe në formën e tij natyrale do të sjellë shumë element pozitiv për ju. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.